Unë i kam dërguar 2 plane, do më thënë, njëren për emergjencë shumë të shpejt, që do të bëhej me njëherë, do më thënë, ky plani emergjencës do të ishte ndodhur para 3 javë, para 4 javë, në fillim, pa fillu sezoni tash që ka fillu, ndërsa plani pak me afatgjati mesëm është dërguar edhe ai, do më thonë me 2 hapa, si me thonë, hapi i parë vetëm fusha dhe zhveshtoret, hapi i dytë mbulojat e stadiumit dhe pjesa për cilësje që i nevojitet stadiumit. Ndërsa për afatgjat ne kemi hartuar edhe një projekt të cilin e kemi pasur, do më thënë, që është në fillim, atë nuk kemi paramosa, por projekti i dorë është i përfunduar, atë nuk e kemi dorëzuar akoma, sepse atëherë do ndërtohet në një lokacion tjetër, një stadium që i përmbush kriteret e UEFA-s, FIFA-s, po i cili do të ndërtohet në Skëndeja në rrafshin e Klinës. Domthonë ne kemi dorëzuar me kohë, me paramosa planin emergjent për sanimin e fushës dhe planin, si më thon, afatmesëm që të bëhet brenda vitit dhe planin afatgjat për më vonë e kemi në si më thon, përpunim me sipër. Është i përfunduar projekti i dorë, por nuk ka paramosa. Ka bona përgjigjen që desha? Faleminderit, po shpresoj që sa më shpejt të ju kenë në konsiderate dhe të përfundohet siç është më së miri. Unë kam shumë shpresë edhe te ministri i ri, sepse kam dëgjuar se ai ka luajt vetë për Drenicën, zotni Gashani. Nuk e kam takuar, por vetëm kështu më kam thënë. Edhe kam shumë shpresë se ai këto 2 ditë do të përgjigjet ose do ta shtyjë çështjen tek ministria, sepse ne nuk po marrim përgjigje aty. Është shumë e vështirë, është shumë e pakëndshme kur ti angazhohesh dhe merresh vesh dhe thua, okay, mos e përpunoni vetë fushën sepse ne do e rregullojmë dhe pastaj atë kërkesa tyre i përmbushën nuk merr përgjigje fare. Domethënë jemi kështu shumë një situatë shumë të palakmueshme. Ndërsa e gjithë Drenica po kërkon nga unë që ne të kemi rezultate, i kuptoj shumë tifozët, ne s'kemi rezultate me gjithë investimin që e kam bërë. Në krahazim me investimin që e kam bërë, ne do duhet të ishim diku në venet e para, por ja që futbolli nganjëherë ka kështu. Kam sjell ekspert 3 trajner janë gjerman që janë duke e udhëhequr ekipin, si më thon, kemi sjell lojtar të mirë, por prapë si do të luajsh këtë kushte, edhe Mesin me sjell atë nuk mund të motivohet të luaj. Faleminderit shumë president, shpresojmë që shumë shpejt kemi zgjidhje për Drenicën. Ne do të jemi këtu për të adresuar çfarë do që nevojitet për klubin tuaj dhe jo vetëm për klubin tuaj, por për të gjitha klubet e Superligës. Shumë faleminderit për mundësinë. Unë i kërkoj falje gjithë, si më thon, drenicasve që nuk po mujë me bë më tepër. Unë kam bërë maksimumin, si më thon, gjerman thonë nach beste wissen und gewissen, mas dies tame më të mirë të mundshme. Unë as nuk jam